Të nderuar teleshikues, mirëmbrëma. Botërori i futbollit 2026 është mbyllur tashmë, është bërë publike. Spanja është kampione e botës. E ka mundur me mjaft merit në finale ekipin Argentinas me rezultatin 1-0. Por emisioni Emocionet e Botërorit në RTS Shkodra Avion, paktën edhe sonte ne do të bëjmë mbylljen e këtij cikli emisionesh që kemi nisur që nga dita e parë, duke analizuar dhe komentuar turet e njëpasnjëshme deri tek takimi final. Sonte kam përzgjedhur një treshe simpatike, janë 2 trajnerë të futbollit dhe një gazetar i mirënjohur. E nisi pikërisht nga kolegu im, nga fusha e medias, Klodan Xhivani, mirë se erdhe. Mirë se gjete, përmes. Vjen nga një studio tjetër, sportive dhe me gjërë, TV Channel, me një traditë ka hershme me emisione sportive, por përfaqësues edhe i Top Channel, një lider mediatik shqiptar. Botërori, patjetër, ka qenë në fokus të Klodan Xhivanit dhe të familjes Xhivani të rësi, se kemi pasur këtu dhe Marin Glenin, djalin e xhaxhait tuaj, dhe e kemi lakuar, jo pak sa herë ka një përfaqësues të Xhivanit në këtë studio, ne na shkon mendja më një herë tek Mejdan Xhivani, ish kolegu ynë i nderuar, që fatkeqësisht ndroi jetë përpara kohë. Por la pas një emër mjaft madh. La pas emër të madh, por la pas edhe miq shumë mirë, të cilët e kujtojnë pavarësisht viteve dhe kohës, dhe kur misia qëndron edhe në këtë rast që është largësi, tregon si sa kolegë mirë dhe miq të mirë keni kanë. Gaz du me theksuar diçka tjetër, kam filluar punë televizion 2013 dhe atëherë kam taku prej afër, nuk e di se çfarë bën, po në të 13 vjet nuk keni ndryshuar as pak. Dhe kështu do të vazhdoj të jem Xhivani, ta garantoj. Bushesh është i qaku me në Ardit Manin, do të endri djalë i tij, por mos e merrni me qeshun, do të jemi frustri edhe në Europianin e arshëm, botrorin e arshëm, se jo edhe me Messi edhe me Ronaldo, ato nuk dorëzohen. Edhe Messi po ik, po gacmor jo. Por të kthyer tek Familja Xhivani, ka lënë pas një emër mjaft e mirë, Mejdan Xhivani, por ka lënë pas një traditë sportive. Kam parasysh Klodeta Xhivani, volejboliste dhe kapitenin e vllaznisë, Klodan Xhivani, gazetar i mirënjohur, dhe Mejdan Xhivani. Kemi Xhivan të tjerë që i presim në fushën mediatike apo sportive? Ka premisa shumë të mira, shpresojmë që të vazhdojë kështu, është pikërisht djali i Xhaxhit Mejdan, që vazhdon me ekipin e Don Boscos në Tiranë. E ka shumë me pasion. Erti me stadion? Erti. E kujtoj. Shumë kënaqësi nëse do të vi, shumë shpejt paktën të bëhet pjesë e jona. Megjithëse ne garantuam do të jemi gjatë, por ta kemi si lëndë të parë për intervista dhe për komente. U prezantuan edhe të kolegët e tjerë, pra mi se erdhe Ersi Qaku, trajneri i Vllaznisë B, ku vitin e kaluar shpallet kampion të Shqipërisë bashkë me kolegun Breken Obizi. Mirëmbrëma Gac, faleminderit për ftesën. Gjej unë 2 fjalë sepse realisht një prej atyne promotorëve edhe një prej njerëzve të cilët mu më kam mbështetur shumë, pra unë flas me shumë emocion për të njerin Mejdan, ka kanë edhe Mejdani, ai qof mirë me Zotin. Unë kam një respekt të veçantë kam pas për të dhe për familjen e tij, sepse thasha më përpara, ai jo vetëm thjesht ka qenë një mik i joni, por ai ka qenë një promotor i jashtëzakonisht i madh i joni. Ashtu që gjithmonë të kam thënë edhe për ty, të cilët je për një mbështetje më të madh personalisht të punës teme. Ai shoh mirë me Zotin, ndërsa ti inshallah je gjithmonë sa më gjatë, edhe si puna Ronaldos edhe Messi, se sa më shumë që kalojnë vitet, aq më i mirë bash. Vera për ato që janë nga Lezhë e Matan, po Vena. Vena mirë, sa më vjetër është. Unë nuk jam pjesë të kohët e fundit e alkoolit, kështu që po flas me tema sportive. Prandaj mora për shembull Ronaldo. Mi se erdhe Qaku, mi se erdhe Ardit Mani, dhe jo pa qëllim Arditi ishte edhe mbrëmë, dhe në fakt ne kemi një parim në emisionet se drejtojmë, ka parasysh edhe Klodin, se ato personazhet që kanë qenë një ditë përpara, 2 apo 3 ditë më herët, përpiqemi ti mbajmë me një farë
standarti, me i kohë zgjatje, me të gjatë, paktën një javë me pasport. Arsyeja që ardit Mani është sot është sepse mbrëm përpara superfinales Spanjë-Argentinë goditi në kokë. Po më kam rënë shenjë, tamam. Me në shenjë në kokë thotë. Po thonë deri kishte po Alexi. Ishte i vetmi në panel me teth prelen kolinën shqiptare arbitrin ndërkombëtar që jeton në Amerikë dhe Edmond Dibra, komendatori i minjor, të cilët ato parashikuan Argentinën, edhe unë parashikova Spanjën, por jo me shifrat 1-0 që parashikoja Ditmani, unë parashikova 3-2, por Arditi... Sa përhapje, gëci, po atë nërprej, unë du falenderu edhe panelin, është kënaqësi t'jesh këtu të ti, folë edhe eksperiencë edhe kulturë sportive, por edhe punë s'ja zakonshme i ti, por të falenderoj shumë, sepse ashtu si tha dhe Qaku, i promotor i Brezit ri, i promotor i punës, edhe falenderës për i tejet, sepse i një prej atyne që më fakt me të ndërden edhe mu më ke pështet shumë, edhe e vlerësoj edhe me knacin më të madhe në 2 natës me më thirë, unë vi, jam i gatshëm për çdo gjë. Ardit Mani është me të vërtet një tani shumë punëtor, pas edhe djali ti talentuar Endri Mani që ka pasur detin endje, edhe njëherë përpërsërisim edhe sepse bërë pjesë mediatike. Ne do t'jemi edhe me një mik tjetër të kësaj studio, një figurë të madhe të Shkodrës, të Shqipërisë dhe me gjërë, një fitues i kupës me Celticun e Glasgow, të bëhet fjalë për Rudi Vaten, i cili vazhdimisht është i gatshëm për studion tonë, ai në fakt jeton mes Skocisë dhe Shkodrës. Por sonte, ka disa ditë që bashku me bashkëshorten e tij irlandeze, e cila jo shumë larg ka prezantuar edhe festivalin kombëtar të Shqipërisë, falë edhe performancës të saj, sharmit të saj, janë me pushimin në Ulqin, aty ku Vila Vata vazhdon të jetë për disa vitesh, tek vila personale e tij, në një pozicion shumë simpatik të Ulqinit aty, po pushon çifti Vata, por në këtë moment është gati me studion tonë. Mirëmbrëma Rudi. Mirëmbrëma për gjithëve. Nuk kam zë, figura po ka ardhur me një ambient mjaft simpatik pas krave të Rudi Vates, një vilë që shpresojmë të shijojmë. Rudi, pse jo? Mirëmbrëma Rudi. Ju lutem pak volumin regjia, janë kolegët e mi të pultit të transmetimit, përgjithësi transmetimit Nino Jakova dhe kolegu tjetër Florian Gerdani, të cilët po bëjnë të mundur këtë lidhje dhe të transmetimit të emisionit. Pak zërin me lartë për studion tonë. Mirëmbrëma Rudi. Mirë krej, tashmë jemi okej edhe me zërin, edhe me figurën, por edhe me ato pamjet ma gjepse pas krave tuaj. Është ti komplimentat i more për sonde, u motivove, kështu që jenë rregull. Ka nevoj njeriu edhe për komplimente, Rudi. E keni provuar dhe jo pak herë, ju kanë motivuar. Unë s'po të baja si kompliment ma tepër, sepse nuk ja vlen me i prishtër si se u vua dhe që shia mi tortë. Por është e vërtet që ti je unik në Shkodër, edhe kështu keme e mbyll historinë tonë të gazetarisë pas një 30 vjetëve. Bukur. Do t'i kalojmë edhe disa europian dhe botëror tjerë, përfshirë edhe Ronaldon dhe Messin. Rudi, do të flasim me ju... Ja është t'i kalon t'i botënor. Pa tjere se do t'i kaloj. I premtova miqve të minë në studio. Unë me mirëkuptimin tuaj, duke qëndruar ju në linë, unë do t'a filloj emisionin me një fragment nga emisioni i djeshëm, ku Ardit Mani parashikoj i vetmi fitoren dhe rezultatin e sakt të Spanjës. Në fakt, Klodi edhe Marlin Gjimani ka qenë i sakt, por në një media tjetër, që nuk po merrem me media tjera, sepse është publicitet, ka qenë i sakt me fitoren e Spanjës, por të ndjekim nëse kolegët e regjisë ka fragmentin gati, jo shumë larg, vetëm 24 orë me heret në këtë studio, Ardit Mani parashikoj Spanja fiton 1-0 dhe shpallat kampione. Ta ndjekim.
Drejt për Argentinën. 1-0 për Spanjën. 1-0 për Spanjën. Profesor? Unë thëmë 2-1 për Argentinën. Unë thëmë 3-2 për Spanjën. Ishte fragmenti, Zhivan, interesant. Arditi? Interesant Arditi, edhe ti ofër ishe. Me një gol. Ti ke kujtu se u lukën po portiera? Jo, kishe parasysh se Diferenca e ke gjeti. ishte një koment mediatik për para finales, një emër i njohur i futbollit botëror gjerman, theksonte se nëse shënon Spanja shpejt, atëherë Argentina do të pesojë shumë gola. Edhe mendova se po mora diçka nga ai. Sot mas ndeshjes po flasim tonë shumë, por me thonë drejtën unë nuk kam kënë një mendim sepse për Spanjën jo vetëm Mram, por e gjithë kampionati e kollon provat cilët nuk është një skuadër shumë e kollaj për t'ja bë atë që ka bë Argentina 2 ndeshjet më përpara. Por që Mram duhet pranuar ishte Mram për larg imazhit saj. Po e la përsër Arditit sepse përdesë ka edhe me rezultat në kry, po e la komentin këtij sepse e meriton. Unë mendoj që Mram fitoi mbrojtja më e fortë. Unë niva një koment të Samuel Nix, edhe them drejtën jam krejt dakord me te, që tregoi edhe herën që kur ekipi ka një mbrojtje të fortë, rezultati doshë po doshë. Pavarësisht se Mram u lut, nuk u bë ajo ndeshje që mund të mendoshim gjithë, domthonë atë spektaklin e jashtëzakonshëm, pavarësisht se supremacia spanjolle me çarkullimin e topit, me marrjen e topit edhe me rastet ishte maksimum, por unë me qapash Spanja domthonë prit të çdo moment ardhin e golit, pavarësisht se vonoj, por them drejtën unë prapë jam dëshues edhe tek pjesa e agresivitetit të Argentinës. Kaq sa për hapje, Ardit sa për të theksuar se i keni rënë në kokë, dhe sa për të deklaruar se në këtë lloj rasti siç e kemi pasur në emisionet e mëparshme, kompania Rogova e ujit që na shoqëron në studion tonë me ujë Rogova rezervon një koli. Faleminderit, e kam dorë me Maringlinin. Një koli për Ardit Manin, që i ka rënë në kokë. Faleminderit zotit. Faleminderit kompania Rogova që na freskon studion tonë me ujë Rogova. Rudi Vata, besoj se po na ndjek. Sigurisht. Arditi Isak. Profesor Mirmroma. Mirëmbrëma Ardit. Shiko të shti, unë e kam kohë që analizoj Spanjën, sepse vetë... Pa futur të analiza, profesor, pa futur të analiza, ku e shijuat mbrëmë finalen? Në ambientet piktoreste origjinake? Jo, në shtëpi kam kanë, shtëpi qetë, shtëpi teme qetë, pa zhurmë. Bukur. Ju ishit me Spanjën apo me Argentinën? Unë isha ma tepër me Mesin, por me mënyrën se si luan futboll Spanja, isha i sigurt që Spanja ka me fitu ndeshjen sepse është skuadra më e veçantë e stilit lojës, edhe është shumë e vështirë me arrit një skuadër tjetër me lujt futboll ashtu si luan Spanja. Nëse mund ta dim, bashkëshortja juaj me ke ishte, me Spanjën apo me Argentinën, sepse irlandezët rrajnë me tepër nga Spanja. Ajo ishte më tepër me Argentinën, sepse edhe vetë Rocco është tifoz i Mesit, edhe nga që e don shumë birin e vetë, u bë tifoz me Argentinën, po unë jam pak ma i ftoftë në të situata. Edhe parashikosha para ndeshjes që ka me ka një ndeshje e tillë, por kur ke dy skuadra Spanish folse me një mentalitet pak a shumë për afërt, ti e kupton që ka me ka një ndeshje shumë e ngushtë në rezultat, por Spanja tregoi që është dominante edhe nuk ka diskutim se s'ka skuadër më të fortë se Spanja sot në botë, mënyra se si e lviz topin shpejt, mënyra se si e humb topin dhe kthehet në modën e mbrojtjes dhe rrëmben prap topin është e jashtëzakonshme. Asnjë skuadër s'ban atë që bën Spanja. Edhe atë që bajnë ato e kanë mësu qysh në moshë 8-9 vjeçare, sepse vetë shkolla spanjolle është e tillë,
edhe çdo lojtar që ato fusin të luan me të njëjtin mentalitet e me të njëjtin kulturë pasit edhe lëvizjet që i bajnë domethënë futen apo to xhepat e fush janë shumë agresiv, shumë të shpejt, pavarësisht se janë të vegjël e të holl, janë shumë agresiv si skuadër. Edhe janë skuadra që pësojnë shumë pak gola. Kur menon që ke 12 vjeçar, me 12 vjeçar, pra me një qendërmbrojtës dhe me një sulmues krahu djathtë, me fitu kupën e botës, me lujt të nivele, ka domethënie të madhe, sepse ai Kubarsi, me gjitha të presion që ka një 19-18 vjeçar ka kanë gjatë pa bana 19, me pas atë lloj sigurie dhe pjekuriet, kjo të regon që kjo shkolla është e veçantë. Jo më këtë gjithë të rënjerat spanjol, domethënë fitojnë Championsin, fituesi Europa League është spanjol, fituesi Premier League është spanjol. O shkolla më e fortë në botë, edhe këtë lollet Argentina, Brazili, Franca, e kanë mënyrën e lojës që ato edhe të izolojnë, por edhe të kontrollojnë, ta diktojnë tempon. Edhe s'keqa i banë, sepse futet Pedri, del Pedri, vjen një tjetër, ato janë gjithë një lloj, edhe janë u tregu që edhe rinia, se janë një grup i ri, plus që ka një trajner i cili ka kanë suksesin qyshte 19 vjeçar, ka kanë kampion Evropet me 21 vjeçar, shumicën e këtyre djemve i njeh edhe si karaktera, i njeh edhe si mentalitet, ja njeh cilësitë. Edhe normalisht kjo ka bollë strategjia e Federatës Spanjole ka kanë e tillë që një trajner që ka rrit gjithë të futbollista sot i ka bollë kampiona botët, se është bë kampiona Evropës i herë me grup moshat, tani është u bollë kampion botët, pra është një strategji që Spanja ka kohë që investon, edhe mram kanë marrë atë që meritojnë. Ndërkohë për Argentinën dhe konkretisht për Mesin, ke qardhje për këtë figurë të madhe që e mbyll, po thëjme e mbyll që akoma nuk dihet zyrtarisht. Shikot, është pat shumë teori konspirative, jo dojnë me Alan Mesit, jo kësho u të regu që qado që të nollin, ku është maj mirë i fiton. Pavarësisht se mund të ketë pas favore Argentina, mund të ketë pas Ronaldo, nuk e di. Por qa kemi i bë kësaj Spanjë? Vjen keq për Mesin, po në fundit Messi meritoi medalën kampion botës. Shumë kisha dëshiru mu bë kampion botët edhe një herë tjetër, edhe pavarësisht se vazhdon edhe ka met në histori si më i miri, mram ishte totalisht i izoluar edhe kreativiteti i tij, cilësitë e tija ishin totalisht inekzistente, sepse vetë mënyra se si luan Spanja është e tillë që s'len ty. Nuk ke shans, përderisa ato izolun 3 lojtarët më të mirë të sulmit me Olise, Mbappé e Dembele, mram e kishin edhe më të kallajt, sepse sulmi i Argentinës pa Mesin funksional është shumë vështirë me kanë efikase. Pra, po mram ato meritoshin edhe më shumë gola me bë, por Spanja ishte absolute edhe meriton me kanë edhe ka me kanë vazhdimsi, ka me kanë nështë edhe për një dekadë ka me kanë dominante, sepse losi një futboll të jashtëzakonshëm. Rudi, me atë pejsazh që është pas shpinës tuaj, kemi marrë paksa relax dhe ne në studio. Pjesë e virës vata në Ulqin? Kjo pishina që është pas krapit tuaj? Këtu kam investu qysh në fillim viteve, kur kam lanë futbolin, nga ti ke investu në Velipoj, unë kam marrë të rajt e non-stare. Goli të mëllë. Bukur, edhe e fundit se s'duam t'ju mbajmë shumë kohë si jeni edhe me familjen, as me tepër që tashme mes Irlandës, Skocisë dhe Shqipërisë, tashme është futur edhe Ulqinin mes, që është pjesë rëndësishme, por ta mbyllim me vllaznin, Rudi, sepse ju jeni në kontakt dhe keni dhënë shumë prononcime mediatike për ecurinë e vllaznisë dhe keni qenë jo pak kritik. Çfarë mund t'i themi kësaj situate si po përjeton vllaznia?
Nuk është situatë e mirë, gjithë e dim që është situatë e vështirë, situatë nuk është e këndshme, nuk është e shnetshme, nuk e di, nuk ka strategji vllaznia, nuk shikoj, kam folë me trajnerin Martini, unë besoj që Shkodra duhet me ndryshu strategjin, sepse nuk duhet me vendu për me dalë në kupat e Evropës, nuk duhet me vendu me fitu kampionatin, me shpenzu shumë e me marrë shumë pak mrapsht. Ndoshta duhet me ndryshu strategjin, me ndërtu një sistem ku me punu fort me këto djemë të ri, talenta, me i rritë, me i zhvillu, sepse në Shkodër ka talenta, ka djemë të ri që kanë potencial mu bë lojtar të rëndësishëm, por arrin deri një pikë ku stopojnë. Pyetja është pse stopojnë, pse nuk bëjnë hapin e rrallës. Vllaznia e ka produktin, pra nuk është se i mungon produkti, por i mungon i përën për projekti, edhe projekti duhet me kanë i kjarë, duhet me kanë edhe investimin, nuk ka nevoj me kanë atë që malë, sepse që ose do investoj me dalë kampion e me dalë me humje, sigurisht që humjet financiare të krijojnë edhe probleme në balancat e skuadrës. Për rëndimin tem, që ose dojnë për me nërtu futbol, duhet me nërtu me ba një plan afat gjatë, jo plan afat shkurt. Sepse sa do që edhe po e fitove kampionatin, keme marrë disa parë, nuk kemi u fut në sistem të rregull. Duhet me nërtu i projekt që me punu me djemë të ri Shkodran, e me punu fort, e me ju dediku fort, me identifiku këto trajnerat që kanë dëshirë punu, kanë pasion, janë pa vese, edhe me eduku djemë të ri, me i bë burrat fort, sepse çdo familje që lind djalë në Shkodër ka dëshirë me ju bë djali futbollist. Si është trajner, ka mundësi e kupton shumë mirë se si është ambienti, po duhet me i dhanë edhe liri, duhet me ndërtu edhe projektin, po pa një lider fort është shumë e vështirë. Kena me kanë gjithmonë të diskutu problemet, edhe hallet, edhe jeta bëhet ma e vështirë ma nëna kur diskuton ti gjithmonë për problem. Unë ma tepër preferoj që vllaznia me transferu 1-2 lojtarë çdo sezon, me marrë të ardhuna, me punu për lojtarin tjetër, sezonin tjetër, se sa me fitu një kup, apo diçka une, edhe në fundit, metesh po ato nivele mediokre. Nuk është e këndshme situatat e vllaznia. Ato që kanë dorë me bën ndryshimin të mendojnë fort, sepse nuk vazhdohet kështu më. Nuk është kjo frutdhënëse, nuk është shumë e trishtueshme, ka momente forta entuziazmit, ma nëna çdo gjë sfumohet. Duhet me kanë pak ma i organizume, pak ma me kam në tokë, duhet me i analizu gjanat, me i ba ma me men edhe me emocionet ftofta. Keni ndonjë pyetje komunikim apo ta lëm të lirë Rudin, Klodi? Jo, për profesorin kam vetëm një pyetje. Të thena pak të Spanja, De La Fuente dhe në vitin 2013 ishte një trajner, nuk po themi dështuar, por nuk ishte sukses në rang klubesh, edhe ai tregoi historinë që përmes një aplikimi thjesht federat unë riktheva edhe një herë drejtoj tek ekipet e Spanjës. Po ti ishte De La Fuente në Shqipëri, profesor, ku do të ishte sot? De La Fuente në Shqipëni sigurisht që nuk do të ishte pjesë e futbollit, do merrte me vilat në Ksamil. Rudi, ju falenderoj shumë për këto momente knaqësie që na dhurohet ne në studio dhe jam i bindur edhe për shumë pjesë që po na ndjekin drejt për drejt. Pushime të gëzuara të këndshme në Vilën Vata Ulqinake. Respekte. Rikthehemi në studio. Ardit, çfarë mund të thëmë të vllazin do ta komentojmë në fund, si gjithmonë sipas traditës, por bëjmë një parashtim me Rudin sepse e konsumuam lidhjen me pjesën për ekipin e Spanjës, kam çështje më tepër se ato që tha profesor Rudi, është një shkollë në veti, edhe që po jep gjithë botës, po jep leksion me mënyrën edhe me formën që si paraqiten lojtarët në fushë. Është një kënaqësi e veçantë me pakën kena fatin me këtë grup lojtarësh edhe këtë lloj ekipit, se si futet në fushë, me çfarë besimit, me këtë moshë që kanë dhe se si paraqiten në fushë me një ekip si Argentina, me agresivitetin
maksimal, ku me thonë drejtën mbrëm, ku aty ku po shifshim neshin, në atë ambjentin ku ishim të qesh, bile që po shifshim tonë shok bashk, mu duk si me kenë 11 Aleksa në fush, Aleksa Degnatjes, çdo provokim, çdo shtyrje, çdo... Prandaj, unë jam shumë i kënaqur që ka fitu Spaja. Aleksa të një skuadër tjetër, sepse duket se po jep çam të mirën Ignatius, lajme më të fundit kështu janë. Duket se ka një krisje me Ka krisje me trajnerin, është këtë normale, se dy tipa i saj nuk bojnë brenda një ekipi, kështu që. Klodi, fjalë të mira për Spanjën, pa diskutim e meritoi fitoren, por shumë vonoi goli. Në kohën shtesë, madje dikush po priste edhe për penalti. Normalisht kishte përballë Argentinën, nëse jo e Argentina në kulmin e saj, jo me lojtarët cilët janë vinë pas një sezonin shumë të mirë, por pas sigurisht është Argentina, një ekip që luajti fort, luajti shumë agresivisht tan kampionatin botëror, dhe të drejtën meritoi të ishte edhe aty ku shkoi, pra deri në finale. Pavarësisht se pjesa tjetër i takon Spanjës. Se unë jam habit me faktin që Spanja fitoi, paktën e kam fjalën nisjet botorit, nuk e kam rendit tek pjesa e ekipeve pretendente, duke pas parasysh që një pjesë të mirë e ekipit nuk i ka lojtar të atij nivelit kombëtar spanjolle që na mësuar gjithmonë, ka lojtar Porro që vin nga ekipi Tottenhamit që luftonte për mjetes, Laporte që ka paktën 3-4 sezone që nuk luan më nivelet në alta, dhe kisha dyshime shumë se Oyarzabal me atë emrin e çuditshëm pra në sulm, kisha shumë dyshime se ky ekip mund të shkonte deri në këtë pikë, por kjo është shkolla spanjolle, pra që krijon grupin, ka identitetin e vet, ka shkollën e vet, dhe kur gjithçka në llomat e zhveshjes është e ndërtuar dhe ka e derë qartë atë në fushë janë tanë barabartë dhe këta lojtarë transformohen. Ashtu siç kemi pa tanë lojtarët e Spanjës transformohen. Mos harrojmë se Spanja ka pas gjithë ndeshjet i ka pas një gol forta. Një gol psu mund të tanë kampionatin botëror, pra. Nëse forta, gjithë ndeshjet i ka pas forta. Një transformim. Franca po ta diskutojmë vetëm një ndeshje e pati shumë serioze e shlai vetin. Pavarësisht nuk mund të diskutoj për Argentinën sepse po ta shohim se si ka ardhur Argentina. Ne isha me Francën, tregoj diferencat që ban ideja nga shkolla aty. Ersi, natyrisht se në aspektin teknik, taktik, profesional, jo dhe ato shënimet që shikoj se i mbani ndoshta edhe për statistika, por duhet të nis me ju një ceremoni. Me një opinion tuaj për ceremoninë. Madhështore ishte. U zgjat pak se fakt u tha për një minutazh më të shkurtër, por kaloi gati 30 minuta. Për të pa nuk kam pas asnjë lloj dyshimit për organizimin e kampionatit të botëror, sepse pika kryesore për organizimin e kampionatit botëror është një prej shteteve ose më saktë shteti më i madh dhe më i fuqishëm që ka globi, për Amerika, ndoshta Kanadaja dhe Meksika thjesht mund ta keni në një moment për një ndeshje më shumë për marketing ose më shumë për të ikë në presionit, por nuk kam vënë dyshimin që mënyrën e organizimit të Amerikës për këtë kupë botet, pavarësisht se ndeshjet ishin pak më orare të çuditshme, pra në grupet kena pas ndeshje që kanë kenë në 3 natë, por për në Europën kanë kenë çuditshme, por gjithsesi organizimi ka kenë për mua në kotat maksimale, edhe pse ishte më i zgjatën se sa kompeticione tjera, pa ishte rreth 40 ditë diçka e tillë, por s'kisha asnjë lloj dyshimi, pavarësisht se këto ndalesat e ndeshjes ndoshta edhe mram për 30 minutash kur marrë pjesa, por ka pasur reagime për këtë organizim. Nuk është e mirë. Paralajmëron që të mos përsëritën. Jo, nuk është e mirë sepse një sportist pak atë impulsitetin e ritmin e takimit. Po unë jam thonë muskujt, thuhet në gjuhën sportive. Jo, unë jam për emocionet, temperamenti. Kanë kënë opinionet kanë kënë ndam në dy mendimi i parë ka kënë për ceremoninë, por edhe për ndalesën unë për këtë kisha, dikush ka thënë që futbolli mund të bëhet më mirë nëse kena dy ndalesa mes dy pjesëve për me kenë më pas më energji sportiste, unë nuk jam, unë kam kënë për aty që nuk duhet për më nal,
futbolli duhet më lut 2 herë nga 45 minuta, sepse ka pas raste që skuadrat janë dëmtu, pra kena pas disa momente gjatë kësaj kompeticion, të cilët skuadrat kanë pas ritëm, kanë një atëherë sa kishin marrë ritmin e ndeshjes, një atëherë sa kishin diktuar ritmin e ndeshjes, edhe skuadrat pra momentin ndërprej ka hi pushimi, edhe kur kanë rifilluar ndeshjen nuk kanë me të njëjtat energji. Por për të kthyer për ndeshjen e mbrëmshme, unë duhet ta nis se unë nuk kam çështje si gjë për sa i përket asaj që tha profesor Rudi, sepse realisht unë jam një prej atyre njerëzve të cilët unë kam kënaqësinë më të madhe kur e hasin në rrugë dhe kur bisedoj qoftë edhe 5 minuta në kam me te, sepse unë mësoj shumë pra kam mësoj për profesor Rudit. Pra unë kam qenë një prej trajnerëve të cilët ka bërë Federata Shqiptare e Futbollit vjet në januar me një prej lektorëve italien dhe nga Fidanishtia Spanja, nëse një fëmijë në italian, gjerman, këto shtetet e mëdha të Europës, ndoshta ka vështirësi për të skanu, pra momentin që e merr topin e parë për të skanu, 80% e fëmijëve spanjoll, qysh në momentin që fillojnë të mësojnë luajtë futboll, e kanë notat maksimale skanimin, pa i ardhur ndoshta edhe topin kamp, pra skanimin për ata për gjuhë sportit e kuptoj, pra momentin që ty po të ardhur topin kamp ti skanon dhe duhet ke një mendim ku ta hellsh. Pra kjo është një gjë të cilët ata mësojnë qysh fëmijë. Për sa i përket ndeshjes të mbrëmshme, për mua absolutisht fitoi këtë kompeticion skuadra e cilët kishte çdo moment çdo ndeshje që kishte dominim kundrejt kundërshtarit. Pra kena pa një Spanjë të cilët ajo gjëja më kryesore që ka pas kjo si skuadër, nuk ka pas lider në skuadër, por lideri i saj ka qenë totalisht skuadra, për vetë faktin që ata kanë pësuar një gol. Kjo difton tonë këtë kompeticion, kjo difton që skuadra aty ka qenë në ekuilibër të plot në çdo ndeshje, pra nuk ka se kanë lënë shumë hapësina. Prandaj thashë në fillim të emisionit që unë nuk e kam prit që Argentina mundet mi shkaktu në i dam Spanjës, sepse nuk është në ADN-n e Spanjës që tërhiqet, pra që në shënën një gol dhe tërhiqet më rapa për të mërrit rezultatin apo po presë që qatë ndalin për para. Pra prandaj unë nuk e kam prit një diçka tillë. Ajo që mund ka bërë shumë përshtypje, është sepse momentin që Spanja ka hyrë në fush, ka diktuar çdo moment ritmin e ndeshjes me çdo kundërshtar. Pra këtë kam bëjmë edhe këtë kam parasysh edhe ndeshjen me Francën, të cilët Franca të gjithë të tërmbetuar si një skuadër, ndoshta e kemi ngritur fije si jashtë toksore, por ama pikërisht ndeshja me Spanjën na bani që të ulen pak me kam tokë dhe mendojmë ndryshe për Francën. Spanja ka shumë talente mbrëm, e tha dhe profesor Rudi, ka shumë talente mbrëm, të cilët në asnjë moment ato nuk u ninin veçmas skuadrës, pa nuk u ninin lider në skuadër, por u ninin një pjesë e rëndësishme e skuadrës dhe u shkrinin krejt me ekipin gjatë të kompeticionit, kur ndryshe prej skuadrave tjera, ndoshta edhe Franca e vujti këtë gjë me Mbappén, me Olizen, me Dembelen, cilët janë yjet e futbollit, por ka pas disa raste që u shkputen nga skuadra kërkueshin të zgjidhjen individualisht. Kjo gjë nuk ka në Spanja, dhe për këtë gjë një pikë maksimale trajnerit. Gjithnjë me ceremoninë, por tash me Klodi për ceremoninë e mbylljes, pam një moment festiv, prezenca e presidentit amerikan Trump, mendoni që një vlerë më shumë? Normalisht kishte po largonte nga festimit, kishte me çfarë u pa donte të ishte pjesë e shpërthimit të Spanjës, por Spanja donte të ishte veçmas, por sidoqoftë me çfarë u pa presidenti Trump e kapi atë momentin e tij se donte ta. Kampionati botëror u zhvillu në Amerikë, ta themi u zhvillu në Amerikë, dhe kur është në Amerikë s'ka ku të shkojë pa bë pak pjesë edhe politike. Dhe përtej asaj pjesë sportit, Trumpi me para ose edhe gjatë ceremonisë e tregoi me qëllimet e veta. E pasi kap shumë mirë momentin ku çndoi bashkë me ekipin e Spanjës, ishte një lloj mesazhi që unë jam prapë këtu. Ose edhe më përpara kur nisi ftesën për
kryesuesit e shtetit Spanjës, me cilët ka marrëdhënie as pak të mira, edhe njësi ftesën ata fillimisht ishin hezitim me si pra do të marrin pjesë apo jo, sepse Trumpi do të ndërzojnë ne Kupën e Botës. Pra ishte edhe në media sot u perceptu një mënyrë tjetër që futbolli e detyroi Trumpin që të ulet në njëjtin nivel me drejtuesit e shtetit spanjoll. Spanja detyroi edhe Trumpin të kthehet. Për këto elemente, mendoni se ja vleti organizimi i botërorit në Amerikë me të mirat problemet se pati para, gjatë dhe në fund? Normalisht për gjithçka ja ka vlerë, pavarësisht se ka kaluar edhe Iranin, që ishte çështje, kryeçështje përpara botërorit, por edhe gjatë botërorit ka pasur. Në krahasim me botërorin e Katarit është shumë më mirë, edhe ishte çdo gjë perfekt përjashto faktit që ndoshta ne 2-3 herë na penalizuar për shkak të orarit neshëve që kanë jo i përshtatshëm, edhe pikërisht për atë që tha herë si ky rregull i ri pushimit mes pjesëve, shpresojmë që të mos vazhdohet, nëse kam idenë që do të praktikohet edhe mas neshëve të botërorit për shkak të marketingut. Tashmë po del më pa që kjo është bë për shkak të marketingut. Kuptohet për të gjithëve. Po normal sepse reklamat është për pushim, për ujë. Kulmi i shikueshmërisë në ato momente dhe në ato momente futen reklama, kështu që çështja e marketingut. Atë ditë me ju kam një pyetje tjetër, incidentet në fund. E humbi turuan që shtohet gjuhën popullore Argentina. Ndoshta presioni psikologjik apo normalisht edhe finalja edhe duke po karakterin. Shkuan tej parashikimi. Edhe karakterin si vetë sportista, dëshirën për me fitu. Fakt edhe ideja e ardhjes deri në finale është i bën 50-50 të dy ekipet që me kanë pretendent. Por duke pas fatin me punu për rreth 7 muaj me një Argentinës, them drejtën nuk më bën një çudi shumë të madhe ai incidenti aty, sepse është vetë në genin e popullit të Argentinës. Kështu që janë gjakzet, kanë temperament shumë më të ashpër. Tatangelo ka pasur në një element të tillë. Nuk është fashur. Çdo trajner, po normalisht kështu i ruhen reklamave të kamerave të këtyne, por impulsiv i jashtëzakonshëm. Megjithatë, me gjithë respektin, pjesë e futbollit shqiptar vazhdon të jetë. Jo, për momentin ka marrë një ekip në Argentinë, unë kam kontakte shumë të mira bile me te, bile s'ka 2 ditë që kam komuniku. Ka marrë një ekip në Argentinë për momentin, atje kampionati është në vazhdimsi. I uroj shumë fat, sepse është në një ligë që pretendon për munjit më anet, dhe tham drejten, kam pas fatin me punu me te. Nëse do t'ju vi një ftes nga... Ja, faleminderit. Mund të sponsorin Ja, nuk jam e natyrë. Du të me kenë me temperament tjetër. Ju pëngon edhe shkolla. Edhe shkolla. Gjithse të dohesha ju valon lejen e turë për të tilla aktivitete. Gjithsesi, me gjithë... Do t'ishte fantastike se të vinte një ftes. Ja. Do t'ishte pjesë, nuk jena ma Nuk përshtatë me orajnë. Dhe të kështë e bërë lënë parë. Pa se vend dushim. Pa tjetër. Por, të them drejten, unë mëram si tonë shkodron, po thuj se 90% e shkodronëve, gjaja ma bukur që për mu më ka pëlqyer në stadiumin, pavarësisht duke llogaritë Amerikën që ka një sukses të jashtëzakonshëm në organizimin e këtyre ceremonive të mëdha, sepse e dim që show në Amerikë është i parë i gjë. Mëram kanë rreth 86.000 tifoza, por ka qenë neshe që ka pas më shumë personazhe se çdo finale tjetër, pra ka qenë nata e personazheve. Dhe normalisht edhe futbollit Ronaldinho dhe Ronaldo nuk e di për çmimin real të biletës, por mëram ka qenë bileta ka qenë sa ishte shumë e lartë. Për çmimin nuk mund ta them sepse nuk e besoj se ka qenë, por është vërtet. Kjo është ndoshta një faktor negativ të kampionatit botëror që mund të konsiderohet, është faktor negativ, fakti i biletave, mëram biletat kanë vazhduar prej $20.000 deri në $150.000, $200.000. Një bilet për person. Një bilet. Por prapë tham një prej kampionateve më të shtrenjta domethënë për efektin e biletave. Në anën tjetër të medaljes, po themi, duke folur për çmimet, futbollistët spanjoll kanë përfituar goxha nga €1.000 për person, me sa duket €1.000 për person. €1 milion. €1 milion për person.
Fal edhe shumës që ka përfituar federata në arkët e saj. Futbollistët e kombëtares. Parafërsisht 1 milion euro për person ishte për çdo futbollist. Mirë, lekë mirë janë, ma tepër çmimi është moral se sa për ta kur vjen fundi sepse janë mos harrojmë që ashtu siç thënë profesor Rudi janë lojtar, domethënë Spanja fitoi me fëmijë. Pra me 19 vjeça, po të thojmë Jamali 1, Kubarsi 2, ky mesfushori që u fut Pedri që u fut. Pra janë shumë lojtarë që janë moshë e re që janë një moshë që të them drejtën edhe për 10 vjeçar unë Spanjën e shoh, unë tifoz brazilian jam, por them drejtën i domethënë është dita me natën me futbollin e Brazilit. Ersi në pragneshje komentuar shumë, gjithnjë i referohemi medje sportive, Messi Yamal ishte një pagzim në kish, u tha, kur Yamal ka ishte vetëm 3-4 vjeç apo diçka më i vogël. Dhe pas kaq shumë vitesh bëhen kundërshtar, njëri me tjetrën dhe marrin rolin e protagonistit, dhe në fund është Yamal që shkon dhe përgëzon dhe e qetëson Messin, duke i thënë që e merituam. Po e kam pallën këtë si lajm, por ajo që mu mban gjithmonë e kam theksu këtë gjë që ne jena shumë me fat që kena arrit kohën e pra të lutenit në të dyja krahat si Messi si Ronaldos, sepse janë dy lojtarë të cilët Messi me talentin e tij na ka mahnit, por edhe Ronaldoja me sakrificën, me punën, me egon, në tonë kompanitë dhe sportit, pra kena me shumë fat që kena rrit dy kohët duke luajtur futboll kohët e këtyre dy lojtarëve, por ajo që mu mban përshtypje është sepse koha tyne tashmë ndoshta ka filluar gradualisht të marroj, por bota ashtu ju ardhë disa talente. Pra tashmë nuk flasim vetëm për Yamal, flasim për Mbappé, flasim për Dembélé, flasim për lojtarë të cilët me thonë drejtën shumë shpejt kanë për të marrë pozicionin e tyne, edhe për të kenë majët e futbollit botëror, dhe kanë për të njeh hapat e këtyre dy emblemave të futbollit botëror. Por janë edhe të tjerë, mu mban pra sportivisht, unë flas sportivisht, mu mban përshtypje shumë edhe Rodri, të cilët për mua është një vlerë shtume në skuadrën e Spanjës, po ta veshëri ai më morë një çmim si lojtari më i mirë i kompeticionit, por ama për mua ishte me plot merit, sepse po ta veshëri mënyrën se si lë futboll Rodri është, nuk do më eksagjeru, por është për mua 70 deri në 80% e suksesit të Spanjës, edhe mënyrën se si lë Spanja fenomenal. Elementet e lojës në fushën e futbollit kanë rëndësinë e tyre patjetër dhe komentohen me shumë pasion nga specialistët e futbollit, por plotje ato pas ndeshjes, momentet e veçanta bëjnë më tepër diferencën dhe kam fjalën pikërisht tek ceremonia festive pasi u dorëzua trofeu, pam vllajën e vogël të Yamal që vrapoi dhe gjeti vllajën e tij, kujtim fantastik, shkoi e përçafoi. U fotografua me kupën në mes. Pavarësisht dëshirës. Kujtoj moshën e Yamal me Messin dhe tashmë në këtë moshë është vllajti i vogël që kjo foto dhe ky vrapim e ky kujtim do t'i rikthehet ndoshta nëse ai do të bëhet i madh. Kam idenë se ai vllai vogël i Yamalit ka trishtuar dhe Trumpin Mancet, pavarësisht dëshirës tij për të kenë në çandet vëmendjen e ka marrë mram ai, dhe kudo sot flitej vetëm për vllahën e Yamalit. Ma televizit e tij në përfush me marrjen e topit me festimet, pra kudo flitej vetëm për të, edhe sot jena një botë që mjafton ndoshta një foto për të kanë çanër vëmendjes edhe për të bërë famshëm pa bazë. Apo ai momenti tjetër kur futbollisti spanjoll shkoi dhe i dorëzoi trofeun nënës së tij. Tek tribuna i dha medaljen. Ishte edhe pjesë tjetër shumë e bukur kur vllai Yamal po lutemi një prej policëve të sigurisë, edhe momenti kur ai jep kapelen, ishte perl krejt, domethënë e merrte kapelen i vogël, fantastike krejt, domethënë është vërtet ajo sikur i hupi ajo e Trumpit. Ishte vetëm ai. Dhe sot në rrjetet sociale ishte shumë e bukur, madje diskutove ti parë për Messin me Yamalin,
e kishin bë me inteligjencë artificiale ku Jamali po lote Messi në fushë edhe ishte fantastike. Po këtu fantazia arrin maksimumin, unë tham që kena pas fatin me po një kampionat botnor me mentalitetet të ndryshme. Të qëndrojmë tek atmosfera, emocionet, ana emocionale e familjeve sportistëve. Është e zakonshme? I shikojmë vazhdimisht se janë pjesë e këtyre. Unë kam po dhe fjalimin e trajnerit argjentinës të më drejten, ai pavarësisht se i përlodhën, ai foli fjalë më të sinqerta, sepse pavarësisht tonave, ai ishte i gëzum idenë pse i kishte marrë përsipër këtë gjë dhe pse ishte këtu pavarësisht hupjes, por do të thonë e vlerësote punën e djemve, punën e ekipit, edhe suksesin pavarësisht se nuk arritën, por është sukses në vedi edhe personal për trajnerin, normalisht edhe për stafin teknik, po edhe për ato lojtarë që mas 4 vjetëve do t'jenë po prapë në kampionat botror. Duke qëndruar te kjo temë, vazhdimisht është thënë që futbollistët e mëdhej me famë dalin nga familje të thjeshta, të familja të varfra. Dhe konkretisht edhe Jamal, kaluara e tij, familja e tij, prindërit e tij kanë qenë shumë të thjeshtë, madje thuhet që edhe sot babai i tij atë pasion që ka pasur, pasion dhe përkushtimëri për familjen, e vazhdon edhe sot, dhe pse djali i tij është me këto nivele të larta. Po e themi, nuk është turp të themi, sepse është një profesion që ai ka zgjedhur dhe e ka pranuar publikisht. Mbledh kanaqet. Është mbledhës i kanaqeve në Spanjë prej vitesh që ka mbajtur familjen me këtë angazhim, me këtë përkushtim, me këtë profesion, po themi, dhe edhe sot e vazhdon atë mënyrë jeteset e tij, duke treguar që ai vazhdon të jetë, pavarësisht se djali i tij është në nivele të mëdha. Jo më këtë është futbolli sporti të varfër në Vegas. Është mënyra më shpejt për një familje në probleme ekonomike për më arrit suksesin. Edhe jo më këtë sot shohim, merr shembull Francën, 99.9% e kombëtarës franceze, 99% është me emigrantë. Dhe emigrantët gjëja e parë që synojnë është më arrit sa më shpejt suksesin. Shpirti i sakrificës. Shpirti i sakrificës, mbledhen tan faktor bashkë edhe del në pa. Talenti del në pa, po del pa edhe nevoja. Edhe kur bëhen talenti nevoja, bashkë atër t'i punon më fort dhe sakrifikon më fort. Prandaj janë pjesa më e madhe e lojtarëve janë emigrantë kudo. Prandaj kam 20 muaj. Pak futbollistë të mëdhej kanë dalë nga familje të mëdha, sipas kurioziteteve dhe informacioneve, vetëm ka. Po vetëm ka. Qysh vitin 2000 vetëm ka. Ka qenë mjek. Vetëm ka. Ka pasur kushtet ekonomike dhe standardet e jetesës bashkëkohor me babain doktor, ndërkohë pjesa tjetër në familje thjeshta. Edhe shumë trava. Vjen një prej. Po kemi edhe këtu në Shqipëri dhe konkretisht edhe në Shkodër, po dalin talente nga familje të thjeshta. Jo, Jamal nuk është edhe nga periferit. Jo, Jamal nuk është një prej atyre të cilët thjesht nga varfënia dhe nga skamja është bë sportist. Jamal është një lojtar i talentuar, por unë them që unë kam theksuar gjithmonë edhe edhe me miqtë e mi, të cilët ka disa raste që sportistat, këngëtarët, sikur i bjen vetë Zoti me dorën e vet për të na kënaq, pra për të na shiju jetën, pra jo vetëm sportin, por edhe një këngëtar me zë brillant mund ta bin vetë Zoti me dorën e tij, pra Messi, Jamal nuk janë thjesht rastësisht të bëjmë sportist, ata janë talent pra të krijuar vetë nga i malli i Zot për të luajtur këtë sport magjik, ndryshe për pjesë tjetër, pra sepse ka edhe prej atyre të cilët janë bën me 100% me punë, pra është Ronaldo, unë kam parasysh sepse këtë për ju në rrjetet sociale apo qoftë nëpër media na kanë dalë shumë gjëra, pra janë lojtarë shumë Kante është një prej atyre njerëzve të cilët mu mban gjithmonë për të folur me të me emocione, Mane janë lojtarë të cilët kanë një bagazh shumë të madh, një karrierë shumë të mirë, por ama janë njerëz të maj. Një prej atyre të cilët unë jam befasuar, por më kolon se tash përhim fije kurioziteteve, më kolon Salah, po më kolon për shumë njësi të mirë është Van Dijk. Ishte një person cilët ardhet e tija mujore shkoshin për fëmijë të smur, shkoshin për krijimin e spitaleve, për trajtimin e fëmijëve me ndoshta me smundje
të këqija, pra janë njerëz jo vetëm thjesht në fush, janë të madh, por janë njerëz edhe jashtë. Fantastike. Unë kam lexuar shumë këtë periudhë, edhe ndoshta biles shoqënia jame gjithmonë më thonë momentin që ti publikon diçka duhet më lexu sepse ti nuk je person që i aktiv në rrjetet sociale, por unë kam publikuar shumë në rrjetet e mia sociale. Këto njerëz për mua janë shembull, edhe na si më thojza si trajner apo si mësues të cilët ndoshta kena një brez caktuar për eduku, duhet mi theksu shumë dhe duhet mi dhënë shumë shembull, sepse jeta nuk është vetëm telefon, nuk është vetëm rrjete sociale, nuk është vetëm televizor, por janë ato njerëz të cilët na duhet që mund t'i marrin për shembull dhe të rritena me këtë ide. Përfundimisht për ta mbyllur edhe komentin për botrorin, Klodi, një botror që patjetër do të vijojë të jetë në epiqendër të bisedave, edhe për ditë, javë dhe muaj të tjera në vazhdim. Botnori na dha shembull që kush punon edhe kush ka plane afatgjate do t'i korrë sukseset në çdo lloj kushtesh. Kena shembullin e Gjermanisë që vazhdoi një projekt, arriti kulmin e vet edhe mos atij projektit rradhë herë, edhe sot është në pikën ku për tajtin botnor rradhazi turpnohen. Botnori shkoi aty ku duhet. Një edhe Italia. Po. Por jam krejt dakord me atë që thonë edhe profesor Rudi që po s'pate një projekt qartë dhe po s'pate një menaxhim të mirë, normalisht. Që filozofia që ka ndërtu Spanja që nga moshët e vogla, po i vjel frutet e veta. Jo me këtë është e vërtet që përveç sportistave këto po ndërtojnë me këtë filozofi po ndërtojnë edhe trajnera. Dhe të vjen mirë kur shef që këto lloj akademish përveç sportistave po ngjarrin edhe trajnera, po bëhen një fidanish që me plotësu komplet klubet e Europës, komplet kompeticionet europiane, dhe pse mos jenë suksesshëm, edhe pse jo edhe me kombëtarët. Por, tham drejtën, për mu, thosh, unë jam tifoz brazilian, e kam thonë edhe më rom, por tham drejtën, ky kampionat ka treguar edhe herën që filozofia e Spanjës po mizotron edhe kam përshtypjen që ka me mizotruar edhe për një kohë gjatë, nuk ka me kanë pushtet për futbollin në Të theksoj edhe Çaku më herët, për një 10 vjeçar me sa duket thatë, se Spanja i ka të gjitha mundësitë të ruajë. Besoj që ka, sepse vetë mosha e që është në skuadër për mbamje, pra këtu flasin për lojtarë 19, 20, 21, 22, të cilët kanë një po tjetër kanë për të pas një curi të mirë, sepse na flasim për sot për lojtarë 19, 20 vjeçë, të cilët mas 4 vjetë në kombinacionin tjetër janë kanë shumë më eksperiencë. Nuk janë lider, por Spanja për mua është ekip që punon me lider. Nuk mund t'i them po lider Rodrit, nuk mund t'i them Pedrit, nuk mund t'i them ti 19 vjeçit, nuk mund t'i them Jamalit, nuk mund t'i them ti Bjondit që janë lojtarë që u theksova. Unë drejtën janë edhe nga portieri, nëse ki pa mbrëm një mbrojtje në 30 metrëshin e dytë të qarkullu topin, duke e marrë kundërshtarin vetëm fushën e vet. Kjo bën vetëm filozofia që i kanë të ndërtuar dhe vjen portieri bëhet si qendërmbrojtës. Duke e futur me dy qendërmbrojtëve vet. Për shembull Pedrin, i cili është një lojtar më talentuar që ka Barcelona, në momentin që ai nuk bën i mirë, ul në stol, ne kena pa, pra, ne kena pas dy të kundërt. Kena pas një Argjentinë cilët nuk po du me zbe sepse absolutisht, po kena pas një Argjentinë cilët u bazu vetëm te Messi, edhe Messi ishte inekzistent, sidomos kur skuadra humbte topin, por kishim edhe një përballë një skuadre të cilët në momentin që humbte topin përsohete atë shumë në ata pika, sa që Argentina përveç agresivitetit kundërshturin e ka vdekje prurës. Por nëse mund të themi diçka për Argentinën, përmbrëm ka notën 10 për tifozërinë. Gjithë stadiumi ishte i të imbushur me tifozë Argentinas, dominonte falë afërsisë gjeografike, mbajtën me entuziazëm, me broritje. Urime Spanjës për këtë titull botror që rikthehet pas kaq vitesh dhe shpresojmë të shijojmë të tjera evente sportive ndërkombëtare, shumë shpejt gjën europiani dhe Spanjën. Nëse kena me pas këto ritme futbollit, unë e kam thënë edhe një mision përpara këtu, nëse ne kena me pas këto ritme futbollit, mos e bën çudi si për 2 apo 3 kompeticione tjera botnore, një ekip afrikan mundet me fut, pra një ekip afrikan i them jo europian ose jo Amerikës Latine, mundet me fut në konkurrencë për të fituar kupën e botës, sepse shembujt po i napin shumë mirë tash kompeticionet e fundit.
Minutazhi I fundit, si tham edhe më herët, por që kemi pasur sistematikisht në këtë emision është vllaznia. Kemi folur vazhdimisht për përgatitjet në Sloveni, për ndeshjen e parë me Manishevin në Shkodër, që u godit që minutën e 4 me një gol nga kornja, pastaj fitore 2-1 me një futbollist më shumë në fushën e lojës, por që nuk bindi sipas specialistëve të futbollit, por ajo çfarë ndodhi në Prishtinë në ndeshjen e kthimit Malisheva-Vllaznia, Klod Gjivani ishte e paparashikuar. E paparashikuar madh rezultat, po. Po që ishte një vllazni me oscilacione, një vllazni që shkon në një tur europian në atë gjendje, besoj se do të jetë e rrallë në historinë e saj. Nuk e di ti gas më ta dish edhe më mirë, po edhe kur ka ra komunizmin, fillimet e demokracisë, besoj se vllaznia ka qenë më serioze në paraqitjet e saj. Kam fjalën jo në fush, po edhe si menaxhim, si përgatitje ndeshje. Unë edhe sot nuk arri me kuptu se si një ekip përgatitet ton fazën përgatitore me një maç tjetër, trajneri punon me 11 lojtarë tjerë, ose me 15 lojtarë tjerë, edhe një ditë përpara ndeshjes ose 2 ditë përpara ndeshjes e thuhet që ti ke me luajt me lojtarë tjerë. Kjo është, nuk e di, mund paralelizëm tillë mund gjem vetëm në Afrikë. Edhe parteja asaj çfarë ndodhi ndeshjen e dytë, më ka bërë shumë përshtypje dhe deklarata e klubit Vllaznia që nuk merr kërkush përsipër përgjegjësitë, por thotë e pason përgjegjësinë te UEFA dhe thotë përgjegjësit janë burokracinë të UEFA, se si mund të jenë për burokracitë e UEFA-s përgjegjëse për atë çfarë ka ndodhur, vetëm Shkodër ndodh. Nuk ishin burokracitë e UEFA-s ato që na çuan me hub gjyqe. Ajo është një pjesë, Klodi, por ky kontingjent që luti në Shkodër dhe fitoi 2-1 ishte edhe në Prishtinë, madje me një forcë më tepër për si Ensar Tafili, I cili I ushtua listës, se ishte I penalizuar në ndeshjen e parë. Pra, me ato forca ishte. Po Malisheva ishte një ekip, ndeshjet po ishte një ekip shumë I dobët. Nëse e marrim tërësi, Malisheva ishte një ekip I dobët, ekip krejtësisht I kalueshëm, sepse para ndeshjeve të Europës kishte largu 8 lojtarë për shkak problemeve që kishin në klub dhe erdhi me 8 lojtarë të ri pra në fushë. Edhe ndeshjen e parë që luajti në Shkodër ishte një ekip krejtësisht I kalueshëm, krejtësisht I mundshëm ndoshta për ta kryer ndeshjen qysh, për ta kryer kualifikimin qysh ndeshjen e parë. Ndërkohë ajo që ndodhi në ndeshjen e dytë në Malishev është një pasqyrë krejt tjetër. Edhe mund të humbësh një 0-2-0, por jo në atë mënyrë edhe jo në atë çfarë lloj turpnimi që ndodhi. Për mua nuk është ajo çfarë ka ndodhur fush nuk ka lidhje me ndeshjen, pra është komplet menaxhimi. Pra nuk mund t'i vëmë fajin asnjë prej lojtarëve që ishin në fushë. Ardit, sa pasoja mendojë të lërë ky eliminim që po komentohet I turpshëm nga turi I parë? Unë edhe mbram të thash, pavarësisht të rezultateve, unë jam shumë optimist tek pjesa e drejtimit edhe tek lojtarët edhe tek blemjet, por për tek pjesa menaxhimit jam deri diku dakord me Klodin, sepse nuk mund t'ja lësh UEFA problematikën nëse ti nuk ma përpara nuk I ke marrë masat për me kry, sepse nuk mund ta marrë vesh sot pse nuk më shkruhet lojtari. Ti ke një kohë gjatë pse nuk del, sepse lista është e shkruar me çish ma përpara, nuk mund ta lësh 24 orë të fundit. Megjithatë këto janë problematika që normalisht ja kanë lënë UEFA edhe nuk duhet kanë duhet krejti drejt me pjesën që është UEFA. Kurse pjesën që kena humbur përveç rezultatit jam totalisht I zhgënjym, por stafi nuk mundet me bë atë që tha dhe Klodi, me bë stërvitje në Sloveni me 15 lojtarë tjerë, dhe burra kur vin fundi kemë luajtur me ata, sepse çat dush ti me bë, çat dush me përzi, ata lojtarë janë, nuk mundet të bë. Sa beson tashmë? Jo, unë me normalizimin dhe me fillimin e përgatitjeve për sezonin e ri, sepse deklarata e klubit e mbyllet me optimizëm. Ju premtojmë këto deklarata se do të formatojmë një skuadër pretendente. Unë besoj jashtëzakonisht. Nuk kam asnjë lloj friket për këtë pjesë, sepse e di forcën që ka Vllaznia, e di forcën që ka stafi, e di forcën që edhe disa lojtarë, pavarësisht se janë paraqit, kanë përshtypjen se do të bëjnë maksimumin. Pavarësisht se si mjet do të jetë një ndër kampionatet më të vështira që mund të ketë Vllaznia, sepse si Egnatia, si Dinamo, si Partizani, si Tirana, si Flora, si Teuta janë çdo ditë më tepër po përforcohen. Megjithatë, unë them që kampionati shqiptar ky është me hope dhe pa hope, prapë se prapë Vllaznia do të jetë pretendente. Por
jap të drejtë jashtëzakonisht shumë profesor Rudit, I cili me të drejtë shtron që Vllaznia ka tash 10 vite që nuk ka një filozofi të drejtë se si do të veprohet për kampionatin tjetër. O burra dole deri çdo me bozat I vjet. Pra ke 6 vjet që Vllaznia nuk kryu një bosht, por fillon me një rinovim të ekipit që për mua nuk më duket normale. Krijoje boshtin, moja atë bosht për 2-3 vjet, fillo blej pak lojtar. Dhe jepi dorën edhe lojtarëve të ri, sepse urdha me ita lojtarë të ri, mirë keq barzi, por ita lojtarë të ri në ishin e parë në Shkodër nuk është se u paraqitën keq. Pavarësisht ata do kanë nevojë për minutazh. Madje një pjesë e madhe atyre ishin djemt që janë përgatitur nga Ersi Çako dhe kolegu I tij Brekenobizi nga Vllaznia B. Janë të lojtarë që kanë nevojë për minutazh, unë këtë jam të thonë, kanë nevojë për minutazh. Mësona strategjia se si duhet për me lloj minutazhin është problem tjetër. Sa beson Çaku që do të stabilizohet situata? Shiqo, nuk e vend dyshim që eliminimi në tur të parë nga ishte pak një goditje për klubin, pra klubi filloi me goditjen që jo me mos federimin e lojtarëve të cilët noshe ishin bë përgatitje për gjithë për të luajtur. Ato, pra goditja e parë ishte këtu dhe nuk ashtu që kollaj që ditë përgatisneshëm për 2 ditë me 5 lojtarë tjerë, është pothuajse e pa mujtën. E para, e dyta, nuk e di ku kanë ky ngëç, por unë me një bisedë private në klub, unë e di që klubi ka kryer gjithë pagesat që është me dalë 2 qershor, dhe ku kanë ngërshim në UEFA, unë nuk e di, por unë e di që më shton që pagesat janë kryer dhe nuk e di pse ku kanë ky problem. Tjetra është që mas kësaj goditjes të parë, erdhi dhe goditja e dytë eliminimi nga turri I parë I kompeticionit plus dhe me një rezultat jo të përshtatshëm për klubin. Por ama tashmë Vllaznia rinis përgatitet edhe herë për sezonin, nuk është koha dhe nuk premton koha që ti mu marr me gjërat e vjetra, sepse është shumë shkurt për më pak se I muj të fillon kampionati dhe megjithatë tha shumë mirë Klodi dhe profesor Arditi, megjithatë me një kampionat të cilët simet për mua ka për të qenë shumë I fortë sepse janë futur disa skuadra në luftë për në qoftë edhe për titull kampion, për qoftë edhe për Kupat e Evropës. As më tepër që Egnatia dhe Dinamo tashmë kanë kaluar turin dhe kam parasysh janë defavorizuar për të ecur me tej. Përkundër një Elbasani që u eliminua me penallti dhe me një performancë pozitive. Në fund kësaj gjojet, jo se ne si Shkodran kena dëshirë për të qenë kështu, as jo se flasim për interesat që na punojmë brenda si diçka, sepse nuk na mojnë me klubin nuk më lidh interesat, pra më lidh vetëm puna që I baj aty, por gjithmonë paktën tash 5 vjet apo vitin e 6 në ndërtimin e kësaj presidence, gjithmonë Vllaznia ka bërë një super surprizë, gjithmonë kena thënë çfarë do të bëjë si mjet, por ama në fund gjajet ekipi ka gjithmonë në luftë për titull kampion, edhe në fundin është gënjur gjithë se nuk duhet me kampion. Pra këtë I thënë që gjithmonë klubi e ka një plan të dytë, të cilët ne mund dalim shumë mirë për kësaj gjërat. Këtë kam parasysh, nuk e di sa mani mend edhe para 2 vjeç, tha me gjithë Çaponull, sepse u eliminuam nga nduket në tur të parë Çaponull, ama klubi u ringet edhe herë dhe hini krejt mirë në luftë në kampionat. Por nuk është e kolloj sepse si mjet është marrë një goditje, por shpresojmë shumë që të klubit ketë këtë strategjinë e dytë që të futet në kampionat edhe pse ka me kanë shumë e vështirë si mjet. Të shpresojmë që do të bëhet më e mira. Vllaznia starton me ndeshjen e parë në shtëpi, duke pasur përballë Skënderbeun debutuese, një skuadër e cila do të vinë në Shkodër me pretendime për të bërë më të mirën, por shpresojmë tek ajo që Tekiko Martini dhe stafi I tij do të arrijë që skuadrën ta stabilizojë dhe të na jap atë konkluzion, atë premtim që edhe klubi dha në deklaratën e tij. Tu të ndërrosh shikues të mbyllim edhe person tek këtë emision që ishte thuajse tërësisht për botrorin dhe ashtu ishte për Spanjën kampione, por edhe për Argjentinë finaliste, ku diskutuam edhe për elementet e tjera të historisë së këtij botrori. Përko pjesa fundit për Vllaznin, ajo që ne na vën të na djeg shumë, sepse shumë shpejt do të vijojmë me emisionet tona sportive, Studio Sport, që do të jetë Vllaznia kryefjala.
kryefjala e sezonit të ardhshëm apo jo Klod? Sepse ne jemi në pritje. Ma shpresat gac po na mend tash s'kena më gjatë tjetër. Ju fillon edhe puna atë, kështu që. Plot faleminderit për praninë në studio, faleminderit Ersi Çaku, faleminderit Endri. Pije divëm se myte Endri. Ti aty rrugova se e ke primet. Rikujtojmë që ka fituar një koli me ujë rrugore. Gaci do të japësh momenti gati. Do ta dokumentojmë. Të çojnë Velipoj. Parashikimin Do ta dokumentojmë. Të mbrëmshëm Spanjë Argjentinë 1-0. Së bashku me kolegët e mi të pultit të transmetimit, përgjithësi të transmetimit Nino Ekova dhe kolegu tjetër Rën Gerdani, unë Gaspar Marko ju përshëndes. Jemi pushim të mërkur, i takon të jetë Studio Sport, por të mërkur në ardhshme, i takon rreth 10 ditë më pas se mund vijojmë normalisht për të tjera episodet që mund të jenë dhe duhet të jenë për përgatitjet e vllaznisë në sezonin e ardhshëm, por edhe për sportet e tjera të cilët të kenë lëvizje këto ditë, si për sportet e rënda, për boksin, atletikën, lojrat me dorë të tjera. Deri atëherë mirupafshim, natën e mirë.